E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të komentuar mbi ngjarjet më të fundit që po ndodhin brenda në shtëpinë e Big Brotherit. Vazhdon të jetë televotimi i hapur, pa marrë parasysh që kishim një ëm, përjashtim nga loja, do me thënë Greta u përjashtua në pikë të lojës të cilën ajo arriti për faktin e ofendimit që bëri kundërdrejt të UL-s, unë prisja në fakt që vllau i madh ta ndalonte këtë televotim, por siç duket vllau i madh e ka më së shumti në interes që njëri nga këto dy banor të largohet nga shtëpia. Fansat kanë qenë shumë të aktivizuar. Sidomos fansat e Gimbos kanë bërë një tifo të jashtëzakonshme që të votohet sa më shumë brikena për të dalur. Por interesi në këtë mes është tjetër. Prej në momentin që vëllau i madh, një liderit, i jep fuqinë e kutisë së Pandorës. Realisht përzgjedhja që bëri Miri dhe fuqinë që kishte një lider ishte pikërisht përzgjedhje e një kutie Pandore. Kutitë e Pandorave zakonisht kanë patur qëndrime të tilla. Përzgjedhja e një lideri në këtë formë dhe një lideri i përzgjedhur nga produksioni, ashtu ja tha sot edhe Mateo dhe më pëlqeu në fakt që Mateo ja tha troç në fytyrë Mirit se unë nuk e besoj. Sinqerisht nuk e besoj që Miri mund të jetë i përzgjedhur nga publiku. Nuk e them që Miri është një lojtar i dobët. Miri është lojtar shumë i fortë, por nuk ishte atë natë mbrëmja që Miri të përzgjidheshte nga publiku. Miri atë natë do të përzgjidheshte nga publiku në qoftë se do ngriheshte në këmbë, do të puthte Selinën në ball, do të puthte Gimbo në ball, t'i uronte martesën me shumë dashuri, do me thënë të bënte diçka të bukur dhe do të përzgjidheshte nga publiku ose të ngriheshte në këmbë, t'i thonte më fal, gruas time. Por që Miri është i përzgjedhur nga produksioni, kjo është më se e dukshme. Mateo normalisht është i zgjuar sepse ka parë Big Brother edhe më herët dhe di shumë bukur se si kanë funksionuar gjërat, di shumë bukur se si kanë dalë gjërat dhe ja tha Mirit këtë fjalën që ti nuk je i përzgjedhur nga publiku, por je nga produksioni. Dhe si lojtari i produksionit, që në fakt kjo ka qenë gjithmonë e dyshimt që Miri mund të ishte lojtari i produksionit, Miri mori një avantazh shumë të fuqishëm në dorë për të nxjerrë Gimbon nga shtëpia. Unë jam shumë i bindur dhe ju më thoni pse je i bindur. Jam i bindur që nuk del Brikena sepse shqiptarët e duan Mateon dhe Brikenën si çift. Do me thënë nuk e lër vetëm vllau i madh shtëpinë pa Brikenën, sepse Brikena ka situata me Rogertin, Brikena ka situata me Mirin, Brikena ka situata me Mateon, Brikena ka situata me shtëpinë. Do me thënë Mateo dhe Brikena janë aleance vetme. Dhe ndoshta produksioni pret që Mateo dhe Brikena të japin puthjen e parë, pa marrë parasysh si ka votuar publiku shqiptar, se publiku shqiptar mund të ketë votuar që Gimbo të ri brenda, sepse e panë që Gimbo s'ju bë padresia ju dhimbs publikut. Por produksioni nesër mbrëma do ta nxjerr Gimbon. Pse do ta nxjerr Gimbon? Sepse në logjikën e produksionit, natyra e lëvizshme e Selinit, ajo gjarpëri ne si mund t'i themi, mund të krijon përsëri një lloj lidhshmërie apo një lloj afërsie me Mirin dhe kjo afërsia do fillon dhe të komentohet dhe të komunikohet jashtë. Tani unë e di që Miri do tenton ta bën këtë gjë. Në momentin që Gimbo do largohet nesër mbrëma nga shtëpia, sepse produksioni e përdori sa e përdori Gimbon, ja mori të gjitha gjërat Gimbos, dasmën ja mori, puthjen ja mori, afrimitetin ja mori, kënaqësitë me Selinën i kaluan dhe loja e Gimbos më tani përfundoi. Tani ja do t'i tregon nesër mbrëma vëllau i madh Gimbos që gjesti është në burg apo jo. Këto gjëra do të thënë do t'i kuptojmë nesër mbrëma dhe këtë do ta bëj një video posaçërisht tjetër për Gimbon. Por unë mendoj që Gimbos këtu i mbaroi loja, pa marrë parasysh do të del nga shtëpia sikur një informacion që vllau i madh do t'i jep nga jashtë dhe aty do të mbyllet televotimi shkaku se duhet të jenë transparent me Gimbon për t'i treguar për gjestin, apo thjesht do me thënë dëshiron që ta vazhdon televotimin edhe pse Ledioni tha që ky televotim nuk mbyllet. Këtë do ta shohim nesër mbrëma, por unë jam shumë i bindur duke e studiuar të gjithë kronologjinë e gjës Selina dhe duke e parë veten se ku arriti dhe çfarë përjetoi, nuk ma merr mendja më që Selin, edhe nëse nuk është Gimbo në shtëpi, do t'i kthehet Mirit dhe do t'i kthehet muhabetit me Mirin. Ndoshta
Do të kenë të dy luftë të hapur, nga ana e Mirit jo, sepse Miri e mban me shumë përkëdhelje Selinën, por nga ana e Selinës po. A do t'jetë lojë tensionuese për Selinën? Me patjetër që po, sepse Selin nuk e ka të lehtë të ballafaqohet në shtëpi me Miri, por besoj që produksioni do ta studion bukur si gjë. Çfarë mendimi keni ju?